me 3 o me 8 erdhi koha të bëhemi mentor të një fëmije për një ditë. Unë do përkujdesem, Flori, për Amaris dhe Marlisin. A janë binjake? Po, jam binjake. Unë për Ajvin, e cila nuk është binjake, po është një dhe e vetme. Unë kam aurën, nuk ka nevojë ta përshkruaj vetë emri aura e tregon. Dhe aurën do ta bëj për shoqërinë civile, ta bëj një aktiviste të denj. Po Flori, nuk ka buk me aktivizëm, Flori. Duhet me mush barku, do ta bëj biznesmene me lek, me gjëra, se jam vetë biznesmen. Po të dy kotja futni, se unë do e bëj superstar, nuk do ketë nevojë fare as për intelektualitet, as për biznesmena, do bëj lek vetë. Ndiqeni pak çfarë do ndodhi. A jemi të vërtetë në këtë botë apo jo? Për këtë temë kam ftuar një shoqen time filozofe që do të flasim pak më shumë. Aura, hajde pak. Përshëndetje Aura. Përshëndetje, shumë mirë. Merë pak mikrofonin dhe ulu aty. Do të pesni sot se kë kam unë të ftuar. Superstarin më të ri të gjithë Shqipërisë, yllin që nuk kam fjalë ta përshkruaj sepse kur flas për prezencën e për, nuk e di, për ikonlikun e saj, nuk kam fjalë. Ajvi. Kam Ajvi paskar me syze. Që së më the? Si e? Ajvi, për çfarë ka ardhur sot? Do të jemi një person cool. Po vetëm ti moj? Rrit qik. A jemi cool të dy tash? Bravo, një duart rëngënje për Ajvin! Sot jemi në intervistë jo normale. Do të jemi me dy biznesmenë në fushën e ekonomisë, të cilët kanë bërë më shumë me diversitetin ekonomik, monopol, oligopol dhe gjitha inflacionet që kanë ndodhur gjatë viteve pas Covidit 2019-2025. Duke marrë parasysh se janë dhe motrat binjake, një rast shumë i veçantë në Shqipëri, dua të prezantoj motrat binjake. Përshëndetje. Përshëndetje. Po, mund të prezantohesh? Unë jam Amaris Bregu. Po bashkë 100 vjeçe. Unë jam Amaris Bregu. Si? Marlis. Marlis, edhe 100 Marlis. Kush ishte mama nga ju dy? Una. Ti. Okej, dukesh. Duken që më madhe. Okej. Dhe një pyetja parë për gjithë ato të interesuar në fushën e ekonomisë, i cili të marr parasysh se ju e dini besoj që pas Covidit ndodhi një hendek të pjesa përqindjeve të rritjes ekonomike dhe uljes ekonomike për arsye që globalizimi nuk funksionoi besoj. E dishi që pas Covid ndodhi mbyllje dhe globalizimi nuk u duk ashtu si duke qenë në rritjen e normave të interesit dhe në banka, duke rrit numrin e kredive të këqija. Si e mendoni ju këtë situatë? Amaris? Unë mendoj që po. Mendon që po, edhe unë gëzohem. Po, mund të japësh dhe ti shpjegimin tënë ekonomik, fiziologjik? Edhe unë mendoj që po. Tani Aura, a jemi prej vërteti ne në këtë botë? Mendon që ne jemi prej vërteti apo jemi thjesht qenë prej çokoladë që ecim? Jemi prej vërteti. Jemi prej vërteti? Po. Po baba gjyshi, është prej vërteti apo jo? Jo, nuk është. Nuk është? Jo. Por unë di që është. Mos besoni që është. Kush e ka thënë që nuk është? Nuk është, se si të vi baba gjyshi, se baba gjyshi jeton pak më larg dhe ne jemi në Tiranë. Aha, prandaj, do të thënë është e vërtet, po përton të vi deri këtu. Po. Po si ja bëjmë për vitri, kush na bie dhuratën? Babi. I bie babi. Po, se vishet me të kuqe dhe ne një kur shkruajmë një fletë ai e bën. Edhe na i blen ato dhurat që duam. Tani babi jot është baba gjysh për gjithë Shqipërinë apo vetëm për zonën e Tiranës? Veç për ne është. Cila është kënga jote e preferuar? Ata. Bravo! Këngëtarja më e re, pra ju thash, është më mirë, nuk e di. Unë kam marrë vesh që ti je aq ikon sa që në moshën 2 vjeçare hoqe biberonin sepse nuk të përshtatemi stilin tënd vizual. Është e vërtet? Po. Kam dëgjuar disa fashateme se, okay, kur je VIP, normal që ke dhe fashateme, apo ja? Ha? Po. Ke dhe fashateme. Mora vesh në orën matematikës, kishe kap dorën me Tedin. Është e vërtet? Po. Me vërtet? Ua, ekskluzive. Ajvi ka kapur dorën me Tedin e orës matematikës. Fantastike. Kur e ke dëgjuar këtë? Thonë ishte më larg. Seriozisht? Po, ishte më larg. E po, kam dhunë burimet e mia, përveç teje. Si mund sigurohet një ekuilibër optimal që garanton qëndrueshmërinë operacionale, që në rritje afatgjata në një ambient dinamik tregu? Gjithmonë jepni mendimin tuaj me eksperiencë që ju ka ndodhur në treg. Po, mund të përgjigjesh. Asgjë nuk më
O, zot, po Okej, mund të përgjigjesh? Jo, Po në familjen tuaj për shemb. Ku i shep babi lek? në bank. Në bank. Nuk është se ka në gjep sekret. Ja. Bravo, mamit që ju kam mësu shumë mirë mos flisni se ku i le babi lek. Po babi gjen edhe jashtë shtetit, edhe te puna, edhe te banka. Kalojmë te pyetja tjetër. Shikueshmëria apo rritet maksimum sepse edhe shpjegimi juaj po bën që njerëzit ju shohin, po si e menaxhoni kapitalin, lek që ju jep babi, si menaxhoni? Çfarë bën me lek? Ç'a bani me lek që ju jep babi të shtëpia? Ne asnjë gjë i futim në papaci. I bën atë një normal. Si të i përdorim. I futim në papac si fëmijë normal. Pa nuk harxhoni ju lek për akullor çokoladë? Jo, se atë po na i blin prindrit. Po me kursimet të tuaja ç'a ke bleti për shemb? Me lek që na kanë dhënë. Po. Asnjë gjë i hitim futu papacit, asnjë gjë nuk bëjmë. Ju ka rastis ndonjëherë që pa dijenin e motrës tjetër të keni fut gishtin e vogël te pupaci dhe të keni tërheqni 2000 lekë? Jo, kemi thjesht me një vizë, nuk e kemi që të fusim dorë, nuk e fusim dorë, se është leku vendosim. Do me thënë ti je gashme t'ja për shkursimet dhe duhet t'ja për prindërve. Jo, lekët që Se u trema. Po. Lekët që kemi në pupac, do shkollojmë në ato. Jo, sa kemi na shkolluar janë prindrit të parë që na gjejnë. Sa kemi filluar pupacin. Aura, ti shikon ndonjëherë ëndra? Po. Ç'a shikon ëndër? Shikoj se ku jam në Roblox. A qesh shumë ti? A qesh? Qesh. Shumë? Shumë ku më bëjnë shoqit për qeshur. A ke menduar ndonjëherë ti kur bie fshi? Për ç'a bie fshi një? Ku bie shi hëna me diellin zien. Po, prandaj është ajo. Prandaj hëna nuk del ditën. Apo jo? Po. Ylli ka veç si ngjyrë zjarri dhe Kush është ylli? po ylli atë që është natë ku Po flas për diellin. për diellin. Po. Çfarë ke ti, Ivy, për të thënë fëmijëve që nuk janë aq divsa ti? Nuk janë aq të zgjuar sa mu, fëmijët. Absolutisht. Mendoj që në çdo botë unë jam e para gjithmonë. Një pyetje të fundit, Ivy. Kë do ti më shumë, mamin apo babin? Të dy. A me hati? E do një anin pak më shumë tash? Kush është tu sot me ty? Është mame, po të dy duan se më kanë ndryshim. Unë si dua të dy. Mami, ti e do shumë motrën? Po, e ka Mirgjeni, po nuk je më përpara jeton të shtëpia ime tani jeton kombinat. Kombinat. Po zgjedh shumë. Që është ajo njulli. Zgjedh shumë me nënën time, zgjedh ai shumë me nënën time se sa gjithë shtëpia për plasat. Pse? Po ti zjesh kështu? Je tip sheraxhie kështu? Po normal edhe unë zgjedh shumë mamin e me. Kap motra, haj po futem unë për motrën, a? Njëherë kam pyetur motrën babë, jemi dhënë ai shumë me motrën se sa. Jemi dhënë ai shumë derisa erdhi mami dhe babi. Edhe e pa shtëpinë ata. E pa në çan. Janë gjetë fajin motrës papë? Po. Bravo. Nëse ata kanë gjithmonë se babi punon më shumë edhe punon jashtë. Edhe mami punon shumë fort. Edhe mami, edhe babi ka dalë djersa. Edhe mami edhe blam. Edhe mami edhe babi. Kush i ka dalë? Djersa. Seriozisht vjen? A vjen? Okej, janë t'i djerës. Kur ktheheni në shtëpi pastaj, pas një pune shumë të jashtëzakonshme gjatë ditës, çfarë ju bën të lumtur? Çfarë është liria juaj? Mi që rrim shumë televizor, shumë fare, që mos na bezdisë asnjëri. Të pëlqen të ty të rinj televizor? Po për zotin. Te shtëpia vjetër aty me qeram, që shumë që më Sa ke qeram, fal? Sa është qeraja? Se filmin e prindrit. Se e din prindri. Jo vazhdo fal. Çfarë mesazhi do t'i jepni rinis, gjithë si për marseve të rinj? Çfarë mesazhi do t'i jepni? Gjithë atyre që do të ndërmarrin një biznes. Ujt, ti bëjmë surpriza. Mesazh. Mesazh, telefon. Jo më shkruaj në Çfarë WhatsApp. mesazhi? Skuptojmë asnjë gjë për Okay, what you text message at your friends or your generation to do something in their life in business? Çfarë mesazhi? A ke kopjuar ndonjëherë ti? Jo. Unë ka treguar shoqja jote që po. Jo, ti bën shaka. Jo.
Po, ti gënjen, jo, Shoqja jote nga çfarë klase jeti? në klasë pa. Nga e para D është, ajo nuk ka treguar, fillon me A. Jo, Po. jo, ti gënjen. Se ka emrin shoqja jote? Ja ka? Po. Po pra. Edhe Ai nuk ka treguar. Edhe ajo si mundet të tali ka klasa duke parë mu, su nuk kopjoj. Ka parë duke kopjuar dhe kopjosh nuk është veprim i mirë për veten tënde. Nuk është mirë për Vet kopjon. kopjon vet. Po, Kjo është pifje. po, ajo më ka thënë ma. Ajo më ka thënë që unë kopjoj. Po pra. Po, A, edhe si ajo që, pra. gënjen. Do ta mohosh publikisht. Sepse ajo nuk na tregon të vërtetën. Po ti prapë ke shoqja apo? Nuk e ke më? E kam pas shoqe kopshi, pa ajo bën kohë se ku më ka mua best friend. Mendoj që ka një tjetër best friend? Ka Edhe kam ditë që aty ka të rati. Sa vjeç je ti? 7. Për këta të vegjël që janë 6 vjeç, çfarë mendon? Nuk më pëlqen ku janë 6 vjeç. Do të bëhen 7 apo? Po. Edhe ku janë 8 më pëlqen. Pra kur janë 8. Po. Edhe ku janë 7. Edhe kur janë 7. Po. Po këta që janë 6 e poshtë. Çfarë është problemi i madh tek ata? Po janë pak si të shkurtër. Po të kërkohet ti diçka, po them po, do shkojmë te kryeministria bashkë për shembull, dhe të kërkosh diçka. Çfarë do kërkoje? Mamë, unë dua të fli veç gjumë, se mamë pëlqen shumë gjumi ku flej. Dhe shikoj dhe shumë ëndra kështu, po jam në botën e vetë. Pra ne duhet kërkojmë më shumë gjumë bie apo? Do ta shkruajmë dhe të shkojmë të kërkojmë vërtet? Po. Okej. Tani ajvi që të bëhemi vipat vërtet, flasim ball për ball si VIP i VIP-it, tani që bëhemi vipat vërtet, ne duhet mësojmë reality show. Dhe çfarë është reality show? Reality show është realiteti, është kur ndodhin sherret, tashetemet. Ti e kështu tip sherresh tashetemesh? Ba, Je? ba. Me vërtet? Okej, hajde bëjmë prov, pra se do mësohesh, ako do të zvihemi, do bëjmë tasheteme me gjithë. Normal që tregojmë tamam VIP-a, okay? Pami disa shumë tutje vesh. Je vesh për vete, ore ti! Kush, unë? Pa! Unë i shumë tut? Po shimi qa ke vesh ti aman, që është kjo? Që është kjo këtu? Kjo këtu, qa është Hello Kitty, goca... Je vesh për vete shpifër, e ti! Unë shpifur? Qa më vesh unë shpifur? Qa më vesh shpifur? Shikoj, Qa? shpifur. Qa? Që sa bukur? të them se gjanë si majmun. Gjajon si majmun? Ba. Që t'ja kam majmunin? Do të bëj... Atëherë Aura, kemi dalë për të bërë atë që thamë, apo jo? Pa. Do kërkojmë të drejtën për më shumë, Gjumë. për më shumë gjumë. Pesh me këtë tetën këtu. Teta si po kalon. Kjo goca vogël ka një kërkesë për të bërë. Tani kjo do protestoj për diçka. Për çfarë do protestosh? Të protestoj që të shtyhet oraj që dua pak më shumë gjumë. Ua, që ore do të qojë nga gjumë, për shumë? Pak më, vonë. Pak më vonë se të shohet Po tani. mirë me, ja vlosojmë kosës, pse jo? Shko, ne do protestojmë aty, po desha hajde dhe ti me ne. Po, Hajde iki parën. po mi. Mirë pafshim. Mirë se erdhët. Tani po përgatisim limonatën. Si fillim për të bërë limonat na duhen? Porto? Portokall. Super. Tani do bëjmë limonat me limona, sot portokall do t'i bëjmë një ditë tjetër. Okej. Do marrëm një limon. Duke llogarit që limoni, kila e limonit ka shku 2500 lek. Bravo. Janë 2, 4, 6, 7 kokra, 2500 për mbi 7, diku aty te 1000 lek kokra. Do të bëjmë procesin. Okej, super. Kur të marrosh ti do t'jesh bërë 15 vjeçe, sepse ne do fitojmë lek, do t'jetë sa mendoni ta shesim? Një gol, 5000 lek, 3000 lek, 2000 lek, sa mendoni? Unë them që 10.000 lek të marrë më shumë lek. Bravo qoftë, unë mendoj 20.000 lek. Biznesi ka disa hallka kryesor. Një është ta provojmë vetë produktin që po bëjmë. Kret, jo haje kret. Jo, sajdot. Gëzuar. Hajde. Pije deri në fund. Mos qaj, për zotën mos qaj, thirr më. Qa ke më shpi, qa ke? Qelsi suksesit është mashtrimi në një biznes. Më falë se po ja u mësoj.
Po, ne do ta mushim me limona kaj, se s'na dele vërdia, se nëse ne me kile kena 7 copë, ne me 3 copë i kena mushit ne do ta mushim këtu. Mja shit një gotë, a shef sa vështira, i bien me shit 30.000 lekë gotën e limonit. Kështu që unë jam më i shkallë se ju se gjaxhi rraf me jetën, gjithmonë, duke mashtru klientat, gjithmonë, futi ujë. Mushë me ujë. Si ka mush këtë tjetri? Ja shef sa bukur bon? Si e? A mund ta bëj një pyetje? Po. Tani kjo goca ka një do protestoj për diçka. A mund t'ia thuash për çfarë? Unë dua të zgjohem vonë. Do të zgjohet pak më vonë. Po, ka të drejtë. Ti mendon që ka të drejtë? Po. Po si mund t'ia bëjmë me shkollën, a prish pak? Po pra, shkolla duhet të filloj më vonë. Ka të drejtë. Morëm në një tjetër votë për ne. Okej? Okej. Po gjatë si po kalon? A të bëj pyetje të bukura? Po desha. Tani ka goca vogël, Po. ka një kërkesë vetën. Si është kërkesa? Unë dua të zgjohem vonë. Do të zgjohet pak më vonë, si mund t'ia Po bëj? shumë mirë, po lexohet. Po problem me shkollën. Po tani doroj dhe 2 javë, pastaj Edhe 2 javë s'mbaron shkolla, tani u kujtova. Apo jo? Jo dhe një javë. Po nuk ka do të një javë ti? Edhe një javë se më tha mami, se mami... Ti ka thënë mami dhe një javë. mirë dhe 1 javë. Po do të çohet nga ora 10, kështu si dem. Aq, 10 pa 5 çot. 10 pa 5, okay? Ha? Okej. E lëm 10 pa 5. I lëm 5 minuta. Mirë. Shumë për të qeshur. Ishte shumë për të qeshur. Edhe kush është për qeshur, jeta jote është për qeshur, more vesh. Jo. Ti je thjesht një shaka. Je thjesht një shaka. More vesh. Ti je thjesht një gënjeshtër. Në që unë kam trurin kaj, ti ke kaj. Ja. Si Ta ja. kërgojnë se e ke trurin ti. Oh, Në në kam kaq. misterioze po. Tash e theme po. Gjitha i bëne. Bravo. A pra kështu zihesh? Pra, do të bëjmë. Pra do të bëjmë të. Pa pra më shaj. Hishe duhet! Hishe duhet tash! Hishe duhet mëj! Uj, ty që ke qmenë me. Mos të më prek ma ashtu. E di qa ka mund që se keti? E di qa? Ti nuk ulesh do të nga aty. Ame! Ha! Fal, zbrit. Okej, tash që ta kuptoni si funksionon biznesi, puna ti mashtrojnë njerëzit sa më shumë. Për shembull, ju e pa që e mushë me limon, po e holluna dhe me ujë. Kështu që një gotë limon sod, limon, do ta shisim 5.000 lekë. A ju dalim 5.000 lekë? Po në dalim. Okej, që do një me blej me 5.000 lekë? Okej, edhe unë ashtu gjanësh do blej. Tash atë shkojmë ta vëmë kioskën tonë aty të shtrojmë edhe mulesën, Po. edhe shesim limonad. Okej. Hajde, hikim. Ku shkon e funit aveze prishur? Kaqe. Kush e ka mulesën? Hajde. Po una. Po, pa, ullu këtu. Shpesh se do vi njerëz. Ma. Boll, 5.000 lekë do ta shesim këtë. A e di me që do bëhemi vipa, do japim autografa apo jo? Të mirë? Do marrim të këtë këto, që janë tujat, të shkojmë ke secili person do i kapim rëndom e do japim autografa. Okej, se jena të famshëm tash. Mirë? Gotosie. Do japësh pak autograf gotës, është bërë VIP. Është e famshme tash, është bërë VIP dhe do t'japi autografe. Bravo, Ivy, shumë. Faleminderit, mirëpafshim. Bravo, Toga. Ke mbylli edhe Po. Bravo, Ivy, shumë e famshme. Ti faleminderit xhaxhit. Faleminderit. Shënë, Ibja. Jam e famshme unë thuj. Do m'jofësh. Shkruaj Ivy, ja ta shkruajemi në goca se është bërë e famshme kështu. Hajde. Studioni njerëzit, kush ka lek? Do me thënë, vajzët që kanë bë qërpikt, kanë bë buzë, janë me streqe, origjinale, ato kanë lek. Hajde, merë gotën, shpejt se ta mori motra. Shpejt, shifa, ka lek? Si e kalo? Pije, a mundesh me pi? Mundesh me Pije? pi? Okej. A do na japësh edhe lekët? Tash lek teta. Po 4.000 lekë. 4.000 lekë. Sa? Ka 4.000 4.000 lekë. Të shoha kam, pa mirë. 4.000 lekë është për këto. 1.000 lekë i kam unë. Lej 5.000 lekë. Lej 5.000 lekë. Faleminderit. Që mirë. Faleminderit. Në rregull. Paçi. Se nuk është një lan lekë në dorë, ju se një dvegje. Shpejt. Opa, ajzun. Çfarë do folin gati? E doni këtë? Doni këtë? Po merrja mor për një janë fëmijë, burr, jo mu merrja ti. Shpejt. Faleminderit. Faleminderit. Mos ja je se Dje, se ti fut gjaxhi këtu. Kamera. 1 kile limon bën 2.500 lekë. 1 kile limon. Një gotë ka 300 ml. I bie 1/3 e 1.000 grami janë 300 gram. 300 gram. I bien 2.500 e 1/3 i bien 1.000 lekë kostoja e kësaj. E kupton? E kuptove?
Edhe që këtu se ma mëron gjithë. Do me pi e dim, fal, jam për fol kot. Jo, s'do pi, po, ha. Kapitali vetëm monopoli, oligopoli, din ti? Jo se di. Po si se di 6 vjeç se din? S'ma kanë shpjegu prindrit që jam e vogël. Jemi në shkollë, jemi në parashkollor. Edhe që do me thonë? Kjo të pengon me kuptu që është prit. Që? S'ka gjë. 2.000 lekë nuk do t'jep aty. Ti m'ke bërsh 3.000 lekë. Do me ble? Jeri më da. Po, 25.000 lekë. Biri 50 euro që jena në rregull. Urdhra. Jep qëras e rregull. Jam e... Faleminderit, që ti qeras goca. Dje si qeras? Mbajuni. Merre limonatën i? Mbajuni. Ma jeqe ta nisa. Po, hesi ja u jep gjagji. Që t'ju jep gjagji? Prit se sa shof saka. Që? Do një? Merë më rësaf një, bu. A gjina. A keni më shi, gjina për shkret. Kam dalë për bukën e gojës. Ai do mësojmë unë e ti, bëjmë një TikTok bashk. Diri TikTok ti? Të ta. Ha? E di TikTokun? Mi amore, espresso macchiato, por favore. Provoje. 1, 2, 3. Po e vesh. Ashtu da ecim. Po e tani ecim kështu gati. 1, pap. Pyshishëm kështu. Që ti tregosh krejt hatersave kush është Ivy vërtet. Stop. Te. Na la bëj rrotullimin tash. Prap dhe i herë. Merë pozën, bëja kështu. I gani. Tani ti e pe dhe vetë që kështu me vota, ka dhe ca që mendojnë që do të qohemi prap herët. Pandaj, kërkojmë gjumin, do shkojmë dhe kryeministriat, kërkojmë gjumë atje se atje na japin, okej? Do shkojmë deri fund. Fillo pak. Duam gjumë. Hajde. Duam gjumë. Duar gjumë shumë. Deri fund. Duam gjumë. Asi gjë. Për pak gjumë, do të flekë goca vogël e shkreta. Duam gjumë. Dhe një javë ka këtë vit. Ndoshta na ka gjumë nga shtatori, fillon nga ora 10 shkolla, okej? Hajde vazhdojmë për të stem dhe para, pra. Bobja, biznesmen, me qa merët Bobi? Babi transport. Transport, a thot për herë Bobi s'kam lek? Jo, kam faktikisht edhe me euro. Ka dhe euro. Shumë farë deri kur ka kam pa, unë e kam unë gjithë portofolin. Oh! A ka ko Bobi pimi kafe? 10.000 lek. 10.000 lek? Po. Ke? A ka më pak? Po, sa të duash? Ka lep shty ma keq më duket, sa ka 10.000 lek si kur. 2.000 lek. 2.000 lek. Po si 2.000 ma? A i kam thanë 5.000 lek. 10.000 lek, 5.000 lek. Që ke ma? Tani 2.000 lek ma tha. Ja, Shqip, që e 5.000 lek. 4, por 2.000. Shefi ma tani. 5.000 lek. 2.000 lek ty, 2.000 lek botë. Po, 2.000 goca, 2.000 aty, 20%. Këne gjitha. 20% komision i bjen më vonë dhe mujt 2.000 lekë. Kemi lërë për vetërin, e? Që ku e kiti? 2.000 lekë? Që e gota tjera? Urdrova një për gruam. Ja, nuk e pi gruaja ata. Ndrejt. Pije për vete. Po bjerë dhe i 2.000 lekë shumë. E do? Bjerë që më se gjina, të japëm gjë. Të japëm gjë. Rrini këtu shisti, gjagji po shkon një sekundë sa të flas me një person. Hajde bukur shumë. Falin e lek gjatë bukur, pa lek s'ka bukuri sot. Në në italian për gjëre. Okej, fort. 5.000 lek. Falin e lek, Goodbye. Ciao! Ciao! Come va? Naj lek, brother, naj lek. Naj gjigj. Grazie! 5.000 lek. Limonada? Banja me gishta. 5.000 lek. Pepsi lek? Jo, Okay. bani 2 dur, 10.000 lek. 10.000 lek. Okay. Take Yes. this. Jepi. No, ha, nuk ka 10.000 lek. Okay, wait. Ore, ma shtrokdoj jo mu. Okay. Okay. Mos jo ka No, Okay. Jo, nuk 10.000 lek. Okay, wait. I don't know. This is no 10.000 lek. Okay. 10 fratello. Grazie. Okay. Ik të Okay. Ciao. Ciao. Ik të shpia. Grazie. Ciao. Ik të shpia. Bo, ti si na t'jap Një anë. gjatit për ndryshe ke për të... He, t'iki në plak, ti marrë mizeqën, në pësina t'jap anë. He, ikim e vra? Qa? Ikim të shpia, tash të vijate? Të shpia? Or nuk ja jap, po ikim. Ruani! Nuk ja jap, do t'i marrë. Bravo, po se të në marri limonata! Ándale.